Sa po është mbyllur finalja e kategorisë së tretë, Vllaznia B mund 4-2 Alpetonin dhe shpallet kampione e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B Brekenobizi. Urime profesor. Faleminderit gaci shumë. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj. E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë ky titull është një titull që ja vlen me tepër. Urime. Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithë dhe pa përjashtim. Nuk di kemi falendëruar më përpara, por ju herë që keni qenë një gazetar i kundullur për ekipin. Falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin. Falenderoj një falendërim veçantë kanë ta djem që për mendimin tim kanë qenë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodh, duke filluar të stërvitja, duke vazhduar të angazhimi, të regjimi, të devotshmëria atyne dhe të ndeshjet e bukura që na kanë zgjedhur. Faleminderit dhe më dhe herë. Një pjesë e parë që një farë mënyrë kishte një farë rivaliteti, u mbyll 1-0 me penalti nga ana juaj, por me pas pjesa dytë një rezistencë disi më e madhe e ekipit Alpetol, pastaj shpërthej Vllaznia. Natyrisht, gaci Alpetol është një ekip me emën. Mos harrojmë se para shumë viteve ka qenë një ekip që ka luajtur edhe në Super League. Megjithatë, duke qenë një ekip i zonës së jugut, na nuk kena pas informacion nga ky ekip, nuk e njihshim dhe ndeshjet me një takim janë shumë të vështira dhe gjatë asaj kohë na menduam që ta kontrolloshim kundërshtarin, të njihshim lojën, rreshtimin e tyne, të ishim pak më racional në veprimet tona dhe ekipi mësonaj u çfaq në vlerat e veta. Që pranishim ishte në këtë ndeshje dhe në ceremonia dhe presidenti i klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin tonë u shpreh kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të rinj akoma më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë e dytë. Është vërtet. Në momentin që mund ka afru si trajner, që unë e falenderoj shumë, më ka vënë tavolin ambicjet e tia për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë e ekipi i parë dhe për ambicjet tjera që na kena diskutuar të mbrapa më vonë, për ambicjet e tija që ka për të nxjerrë ekipin në kategorinë e parë. Por unë e falenderoj për mbështetjen financiare që është jashtëzakonisht e dhyme për një ekip futbollit, sepse këta djem kanë lënë çdo gjë në fushën e lojës dhe është, unë ta kam thënë tek intervista tjetër më përposhme, është i vetmi ekip në Shqipëri kategorinë e tretë që është paguar me rroga, me ushqim, me fjetje dhe me çdo gjë. Shumë faleminderit ma presidenti për mbështetjen, për përkrahjen. Falenderoj shumë pjesëtarët e klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që na kanë ndihmuar me lojtar. Nuk e di, mund të lavëm atë pa përmend, por një falënderim shumë të veçantë ka kolegu jem Ersi Çaku, që ka qenë një krejt gjatë jemi, një trajner novator dhe me të bëme të mujtën që ekipi për marrë dhe në këtë pikë. Brekenobizi, një futbollist i mirë, me një karrierë të pasur, po ka që dhe si trajner, por një mbiemër i madh duhet theksuar, mbiemri Bizi. Keqardhje që këtë titull, këtë sukses se nuk arriti ta shijoj për së gjalli baba juaj, i madhi, i të mëdhejve Saba Bizi. Gaci, kam dy mesazhe. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë qenë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërdas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër, me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha dhe tifoza, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytet i mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nërsa, po bati që vit që baba më kalon, dhe uroj që do t'jetë të mpa nga lartë dhe çdo gjë temen unë ja dedikoj atij, sepse ka ikë një pjesë e trupit e emja dhe i do ishte shumë krenar të më shifte me një ta vizita. Baba kam ballë për ty, qosh i gjenetit inshallah. Ishim me Brekenobizin, trajner e ekipit kampion të Vllaznisë B, që sapo u shpall kampion në kategorinë e tretë, një trajner që ka punuar shumë me kolegun e tij Ersi Çaku, me një objektiv që e realizoi dhe me objektiva të tjera edhe më ambicioz për sezonin e ardhshëm. Me prekje shumë me mesazhin e fundit pikërisht për babain tuaj, për të madhin e të mëdhejve theksova më herët, për yllin e futbollit shqiptar Saba Bizi. Faleminderit për intervistën.
Shumë falenderoj dhe suksese